Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Ne do të ndalojmë në një ngjarje të rëndë që e kemi trajtuar ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, sapo ka ndodhur ngjarja e ekzekutimit të një gruaje të re, e cila flinte me vajzën e saj 18 muajshe në krevatin martesor, bashorti i saj nuk gjendej në banesë atë natë dhe u ekzekutua të paktën, kështu flitet nga hetimet paraprake nga ana e kunatit, ku ky i fundit më pas u vetvra. Bëhet fjalë pikërisht për Migena Kodrën, 37 vjeçarja, nëna e 2 fëmijëve, e cila është një ngjarje që ka ndodhur në Shkozë me datën 8 prill të vitit 2023. Pse i rikthejmë në vëmendjen e teleshikuesve gjithë të ngjarje? Sepse detajet e ekzekutimit të 37 vjeçares ende prokuroria nuk e ka zbardhur. Atë natë në shtëpi ne nuk e dimë se sa persona kanë qenë, kush është autori kryesor i kësaj ngjarje, përflitet nga prokuroria e cila mbylli hetimet që mund të ishte kunati, por janë rihapur edhe hetimet për ekzekutimin e Migena Kodrës, nënës së 2 fëmijëve, sepse ndoshta në ekzekutimin e saj nuk është kunati, por mund të jenë pjesëtar të tjerë të familjes. Gjatë gjithë kësaj kohe në shtëpinë e bashortit të Migenës ka ndruar jetë edhe vjeri i saj. Por ka mbetur në këtë jetë babai i 2 fëmijëve, i cili paralelisht, edhe pse prokuroria ka hapur një hetim më të thelluar të kësaj ngjarje për të gjetur jo vetëm autorin e vërtetë të ngjarjes, por edhe përfshirjen e personave të tretë të kësaj familje në ekzekutimin e 37 vjeçares, ka hapur edhe marrje në kujdestari të 2 fëmijëve që me dëshirën e tij ai la për disa kohë tek prindrit e Migenës së ndjer. Në fakt, interesimi i tij kur ka qenë i ftuar edhe në emisionin Me Zemër të Hapur, ka thënë që pse jo mos të rinë me prindrit e Migenës, sepse ata që në momentet e para janë kujdesur për fëmijët e mi, të vazhdojnë edhe të kujdesen për fëmijët e mi. Në gjykatën e shkallës së parë, familja Kodra, prindrit, por edhe vllai i Migenës kanë fituar kujdestarinë e 2 të miturve, ndërkohë që ata janë rritur tashmë. Kujtojmë edhe një herë që elementi më i dhimbshëm i kësaj historie është që Migena është ekzekutuar në krevatin e saj martesor, duke pasur pranë edhe vajzën 18 muajshe. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktore e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi me babain dhe vllain e së ndjerës në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ngjarje e rëndë ndodhur në Tiranë më shumë se 2 vite më parë troniti opinionin publik. Migena Kodra u vra nga kunati teksa flinte gjumë bashkë me të voglën e saj 2 vjeçare. Ky i fundit pas vrasjes së kunatës u vetvra në oborrin e banesës, pasi u pa edhe me prindrit nënën e tij, e cila u çua nga gjumi për shkak të shtënave me armë. Ajo asaj kohe pohoi në media se kishte shkuar menjëherë në dhomë, pasi kishte dëgjuar të qarën e mbesës, por njëkohësisht dëgjoi edhe të shtënën tjetër, momentin kur i biri vrau veten. Një skenë horrori që me sa duket për atë banesë dhe atë familje do të mbetet gjatë në memorje. Nga ana tjetër, mister mbetet e gjithë ngjarja, pasi arma e krimit është gjetur larg trupit të kunatit të Migenës, por bashorti i Migenës pohoi asaj kohe se prej një viti nuk ka qenë orët e natës në shtëpi, pasi ai punonte si taksist, turni 3. Por i pyetur nga redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur asaj kohe, ai pohoi se nuk ka pasur asnjë konflikt të mëparshëm që mund të krijonte qefmbetje deri në këtë pikë, por nga ana tjetër në një takim të ngushtë me familjen e Migenës, ku dhimbja dhe humbja e madhe e vajzës, nënë e 2 fëmijëve të mitur, ishte prezent. Familjarët e Migenës asaj kohe rrëfyen për ngjarjen, se ata u njoftuan nëpërmjet medias, por edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 vite nga ngjarja e rëndë, të 2 fëmijët e Migenës janë në një konflikt të thellë për qëndrimin e tyre me gjyshin dhe gjyshen. Nga njëra ani ati Migenës Kasemi rrëfen se prej më shumë se 1 viti, ai po lufton me dhëndrin, sepse kërkon të kthejë në banesë fëmijët, te e njëjta banesë ku u vra edhe nëna e tyre. Ndiqni rrëfimin.
Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, është një nga ngjarjet më të vështira që ne kemi trajtuar që në momentin e parë, sepse familja e Migenës, familja Kodra, nëpërmjet Arielit, vllait të saj, ekskluzivisht ka dhënë dëshminë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por për herë të parë, mbas më shumë se 2 vitesh, ka thyer rreheshtjen edhe babai i Migenës, Zoti Kasem, të cilin e kam të ftuar në këtë studio. Zoti Kasem, përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje. Faleminderit që keni pranuar ftesën me shumë vështirësi për që në këtë studio për diskutuar çfarë ka ndodhur jo vetëm me vrasjen, por edhe me kujdestarinë e fëmijëve. Së fundmi, kujdestaria e fëmijëve Nipit edhe Mbesës është bërë shumë mediatike, prandaj edhe një herë falenderoj që je në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ju faleminderit, kënaqësia është edhe ime. Unë kam qenë prezent vazhdimisht në familjen tuaj, edhe në mënyrë të beftë, edhe pas ngjarjes, dhe kam parë që fëmijët kanë qenë shumë të trazuar, sidomos vajza, ju nuk keni qenë prezent, as djali juaj ka qenë vetëm bashortja për mënyrën se si vajza po kalonte momente shumë të vështira menjëherë pas ngjarjes. Këtë e dëshmoj me shumë profesionalizëm, edhe me shumë sinqeritet tek ju, por ditën e sotme është ai që ka thyer rreheshtjen në momente shumë të vështira dhe për këtë e falenderoj Arielin 37 vjeçar. Përshëndetje Ariel, mirë se erdhe në këtë studio. Unë kam qenë familjen tuaj jo vetëm në momentet e para, por edhe më vonë. Më vjen mirë që je përsëri në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për dëshmuar një tjetër gjë. Ditën e sotme kujdestarinë e Nipit edhe të Mbesës. Nipi natën e ngjarjes nuk ka qenë në shtëpi, ndërsa motra juaj Migena është vrarë në sy të vajzës 18 muajshe. Faleminderit. Me mua në studio Eksena Qirici, psikologja jonë. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Dhe në krahun tënd Elvis Duka, avokat. Përshëndetje, mirë se erdhe Elvis. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, ndërkohë që jeni dhe pjesë e gjykatës së arbitrazhit themeluar nga avokati zotin Due Pietra. Faleminderit Visi që je me mua në studio. Zoti Kasem, është shumë e vështirë të komunikoj me ju, sepse ju keni qenë i pari që rreth orës 06:45 minuta të datës 8 prill keni mësuar nga mediat, sidomos nga televizioni News 24 me flesh, se çfarë kishte ndodhur në familjen e vajzës tuaj, dhe aty e ke marrë vesh duke konsumuar kafen e mëngjesit me sa mbaj mend unë nga rrëfimi i Arielit. Të mos i kthehemi më atyre momenteve, shumë të vështira për familjen tuaj, si kanë qenë këto 2 vite e gjysmë pothuajse në familje duke rritur Nipin, Besën, por edhe duke luftuar për të gjetur autorin apo autorët e vërtetë të ngjarjes. Si ka qenë për ju kjo periudhë? Periudha për mua ka qenë mjaft e vështirë, se të vritet një femër, një nënë fëmijëve. Në atë moment, sepse nuk është vrasë në kafene, nuk është vrasë në rrugë, është vrasë në dyshek, ka pas një fëmijë për gjiri. Dhe për mua shumë e vështirë, sidomos edhe për fëmijët, pastaj mbrapa, që kam pas një kujdestari, kemi pas të afër, kemi mbajtë të afër. Vajza e vogël ka qenë një traumë të jashtëzakonshme. Domthonë, nuk e di, rrinte gjithë natën të qa, vetëm mëngjes e zende gjumi, se u lodhte duke qarë. Djali flinte kraj tjetër më tanë, mendimin e djalit tim, të gruas, domthonë, e kemi kalu me vështirësi, dhe akoma po, edhe pse janë rritur, kalohet me vështirësi, sepse gjithmonë kërkojnë nënën e tyre. Joni thot, mami, pse këte, ku është, ku s'është? Përgjigja ime është pak e vështirë, është edhe e lodhshme. Nuk di se çfarë përgjigje t'i jap. Por keni kërkuar ndihmën e një profesionisti siç është psikologu? Kam patur një psikologe pak kohë, për vajzën sidomos, pak kohë. Sepse mu dukte sikur nuk po merrte diçka. Shpenzimet ndaj psikologës i keni kryer ju, besoj, jo? Normal. Edhe i mbajta me gjitha të adhime dhe që i kisha, pranova dhe këtë zotin babaj në fëmijëve. Dhe më i ditë, po i ditë jo, të shtëpia. Dhe më për hatër të fëmijëve, që sa që mos kalojnë në diçka më vështirë. Si ishte raporti në fillim i fëmijëve me babain dhe pse babai i la tek ju? Sepse ai ka qenë edhe pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, ka dhënë dëshminë e tij. Ai fjala e parë e tij ka qenë këtu, thonë, ju jeni krau djathtë imi. Unë pa ju nuk bëj dot asgjë. Po.
Edhe dorëm zemrë normal se për hatër fëmijëve pranojmë. Bile me folët drejtën, i kishtë edhe fëmijët e tij. I merë të i ditë, po i ditë jo se i merë të dy, po i thoshe me shpirti meri. Ja kam dhonë, por nuk i ka morë asë herë. Po pse? Vetëm i herë i ka morë të dy, nuk i mante do të goca është 19 muajshe në atë kohë që merë të vetëm djalin. Ishte i pas Zoti për ta menaxhuar. Su bënte fjalë. Edhe sot unë jam shumë i bindur që ai nuk një babanat morse dhe ai nuk është fort ashtu, do mund t'i marrë 2 fëmijë. Ndoshta për këtë arsye dhe gjykata e shkallës parë ja u la juve kujdestarin? Sigurisht po. Sepse ju keni kaluar ju dhe bashortja edhe pragun e moshës që lejohet sipas ligjit. Por është Arieli që ka kam krah gjithmonë dhe do ta kem gjithmonë krah, sepse i ka fëmijët e motrës dhe është më i Zoti ose më shkasi se ai. Kur filloi ish-dhëndri të kuptonte që ata fëmijë duhet të riktheheshin në banesën e tij? Kur filloi ti kishte këto kërkesa ndaj tij? Mbas 6 muajsh, ky domethënë e kishte teatrin me sklerozë dhe nuk kërkoi fëmijë, se ai kishte kërkuar jati. I kishte thonë që këtu hajde këtu, i thot në emër teatrit, atij djalit. Thot hajde këtu, thot se këtu ka qenë një grua e bukur me 2 fëmijë, ku e keni çu? Merat, nuk e di se që përgjigj më të e thonë, në këtë rast i kërkoj fëmijët, thot, du marrë fëmijë, thot, i qoj atje. Thot, fëmijët aty nuk vinë, në atë shtëpi që është vranat. Jo, thot, mu do t'i marrë, thot, nuk t'i jap dot. Do t'i drejtojmë gjykatë, drejtojmë. Edhe gjatë asaj kohë nuk erdhi 2 ditë. E morëm telefon, thot, pse s'po vjen? Ja, thot, kam pasi punë, se kam babën pa qef, se po do vi. Edhe vazhdonte i ditë, po i ditë jo, i ditë, po i ditë jo. Merrte vetëm djalin. Më thonë të drejtën, ja kam thonë me qëllim që i meri, qoj i shpitatë. Zemra s'ma bande. Nuk e bërë asnjëherë. Nuk ishte në gjendje t'i mandë. I vite gjysmë, pastaj kryte saj fillon u thynë ata gjëra. Sa mu pas i mora sot, unë nesër, do hap rrugë tjetër. Kam thonë, sa që rrugë tjetër. Qoj. Por i ka veprimi që të po ja shko ke gjykata, ja shko ke stop, ja shko ke gjërat pa hishme për mu, sepse... Mund të kishte zgjidhur me mirë kuptim, zoti Kasem? Nuk pranoj. Pra, kush ishte mirë kuptimi juaj? Sepse ata fëmijë, mbas vrasjes së nënës, kanë babain. Tani, edhe në një logjik shumë të thjeshtë, sepse ju keni edhe djalë vetë. Lartë qoftë të krijojë një familje dhe mund të kishte të njëjtën situatë edhe Arieli. A mundet të më thuash pak çfarë të bën ty mosbesues tek personi në fjalë? Sipas thënies së vet zotërisë në studion e emisionit Me zemër të hapur, vllai i tij kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor, po ashtu edhe babai i tij. Unë nuk e di nëse edhe zotëria ka probleme të tilla, sepse ju e keni kërkuar një ekspertim të zotërisë së babait të fëmijëve dhëndrit tuaj në gjykatë. Po, Ariel, do ta jap me njëherë fjalën edhe ty, po sa të mbaroj pak me babain. Atëherë, do doja të dija, po nëna, gjyshja atyre fëmijëve, sepse unë di që kjo familje ka dalë nëpër media duke jo vetëm kërkuar të drejtën e atyre fëmijëve, por duke kërkuar edhe ndihmë ekonomike. Pra, dhe gjendja e tyre financiare nuk është e duhura. Mund të më thuash pak çfarë kërkesash ke ti ndaj babait të fëmijëve, ndaj ish-dhëndrit tënd? Unë nuk desha ta thoja këtë për punë e saj, po ai ka shfaqur të meta mendore. Nuk doja ta thoja se edhe i qik më vinte. Jo, nuk ka rëndësi, edhe nuk e prekim. Ka shfaqur meta, sepse edhe por e mente një i fëmijë më krah, nuk i merrte dot të dy kur, merrte te djalin se ishte më i madh. Edhe i thojte gocën që rrit ty ti e vogël, nuk maj dot në krah. U rrotullon të kështu. Në këtë ditë sa ka kontribuar ai si baba, edhe fizikisht, nuk ka kontribuar fare, nuk bëhet fjalë fare. Nuk ka kontribuar në asnjë moment, në asnjë herë. Djali është në shkollë, më sa di unë. Në shkollë. Vajza në Kopësht? Gocën e ka... Në Kopësht. Në Kopësht. Kopësht privat. E keni konsultuar me njëri tjetrin? Pra, babai është pyetur për këtë pikë? Po, mund të flasë Arieli, po, Ariel. Për pjesën e kësaj, domethënë pyetja, që është bërë, domethënë që është pyet babai që ka shkuar në shkollë. Unë nuk bëna 1 vit e gjysmë, domethënë, unë si daj, si Ariel që jam këtu, daj e fëmijëve, kam 1 vit e gjysmë, 2 vjet,
Do të thonë që i kam paguajt kopshin fëmijëve të dyve, që ishin në kopsh, vajza në kopsh, djali parashkollor. Po, I kam paguajt privat, të gjitha. po. Me këtë rast, ai nuk ka kontribuar asnjë gjë. Nuk kam kërkuar gjë dhe nuk i dua asnjë gjë. Kupton? Pastaj brapa, ku djali u bë për me shku në klasë të parë, e regjistrova prapë në privat. Po. Që du që t'i jap më të mirën. Unë i kam detyrim 2 fishe të t'i mbaj, t'i edukoj e t'i rris. Se janë më shumë se kur të ishin fëmijët e mi. Se më duket sikur më i kalon si me amanet. Qartë. Kupton? Fillun konfliktet, jo, e regjistroj se nga që është, domethënë me vërtet ne e kina marrë shkallën e parë. Kupton, civilen që na kalon e kujdestarin, po akoma është ai babai ligjor. Po, patjetër. Ai e regjistroi në Jellbenën në shkollë shtetërore. Po. 3 javë në shkollë shtetërore, unë nuk e çova fëmijën se e kam pasur ke shkolla private. Ato 3 javë. Që këta nuk i dinë që se këta flasin simas, çdo njeri flet simas vet. Unë më flas realen dhe drejtën. Ashtu siç është. Po. Unë gjatë gjithë kësaj kohë, 3 javorin, i pata çu Ministrisë Arsimit një kërkesë nga gjykata civile që të filloj këtë. Nuk më kthy përgjigje, u detyrova e çova prap shkollën ku është. Për mbi të gjithash, e çoj në shkollë shtetit dhe mbrapa i paguaj edhe shkollën prap after school. Domethënë që bëj shkollën e dytë që rrit prap me kursin, domethënë rrit 3 orë prap që të marrin mësim akoma më shumë. Me babain e fëmijëve, kur është shkëputur komunikimi juaj? Me babain e Josh ka qenë në korrik, nuk e di, janë ngusht. Të këtij viti? Të vitit kaluar. Të vitit kaluar, Për prej një vitin viti. kaluar, Po fëmijët komunikojnë me babain? Nuk kanë komunikuar. Prej një viti? Po. Me babain jo? Domethënë ajo ishte problemi se unë derisa të fus në shtëpi, të du fort, të jap krah, ti mos më hull poshtë. Ka çu 2 herë për urdhër mbrojtje, që si kam thonë asnjë fjalë, po sa kam kërcënuar asnjëherë. 2 herë për urdhër mbrojtje, kam net me 1 vit në urdhër mbrojtje. Për çfarë arsye? Po më kërcëno, kam frikë. Kam frikë? Po, kam frikë se më kërcëno, do më mbrat, Po ti nuk i afrohesh banesës apo punës së zotërisë? Është ai që vjen në familjen tënde. Po si kam shku asnjëherë më, asnjëherë. Po. Unë çoja fëmijë në kopës, ai vinte ke kopshti. Po. Ai vitën provokon dhe mu, jo unë atë. Pavarësisht janë bërë çdo gjë me dokumente apo kështu. Dhe kjo. Pra, të ka ardhur gjatë momentit që ti ke çuar fëmijët në kopës. Dhe të ka provokuar, ke rënë prej atyre provokimeve? Jo, s'kam ra, vetëm e kam parë. Po pse është marrë urdhër mbrojtje atëherë? Po ka shkuar denoncuar, shisim vje ka thy, domethënë rrezën që urdhri mbrojtjes ka ndaj personit. Po unë kam çu fëmin në kopës, vajzën me gjithë djalin. Dua të kuptoj ai si e mori urdhrin e mbrojtjes. E mori si shkojnë se dies vet. Si shkoi ajo urdhër mbrojtje. Po nuk ka pasur dëshmitar që ti nuk e ke kërcënuar ose? Po nuk ka asnjë lloj dëshmitari se gjë. Si është kjo ka qenë, se thyrja urdhrit mbrojtjes e kuptoj që është një truk. Ti po çon fëmijët, ai vjen për takuar fëmijët. Në momentin që ai dërgoi babait tim mesazh që si do bëjmë për fëmijë do vit marr fëmijë, qofse nuk i marr sot dhe nesër di unë si flas, unë e mora si kërcënim. Edhe i thash, "Mi që ka punë kështu, ti do më shku në gjykatë, këtu në shtëpi time ti nuk vjen më." Edhe këtu lindi konflikti, të nesmen ai ka shku në polici, ka bo kallëzim që ka kërcënuar. Mirë, ti nuk e ke shfaqur mesazhin që i mbriti babit në telefonin e tij? I kam thonë, unë pranaj domethënë. Po si ka mundësi që ai merr urdhër mbrojtje duke kërcënuar haptasi? Çfarë të them? Diçka nuk shkon në gjithë këtë histori. Gjithsesi, edhe fëmijët nuk e kanë takuar babain prej një viti e ca. Po. A do dëshironit ju, zoti Kasem, që fëmijët ta takonin babain? E kërkojnë fëmijët babain, se tani edhe kjo? Për pjesa kësaj, domethënë për pjesën që kemi dëshirë ne ta takojmë. Është diçka që derisa ne i ka hy ai një rrugë ligjore, ne presim ligjin deri në përfundim. Derisa ligji nuk ja ka dhënë, ti takoj, se do t'i japim. A mund të di pak Ariel, me çfarë arsyetimi ja u dha gjykata e shkallës së parë fëmijët ju? Mbi ç'baza, pra çfarë ishin kriteret që babai i tyre nuk i plotësonte? Po, pjesa e tyre që është pjesa e plotësimit. Nga ana ime, domethënë që unë i kam kërkuar disa gjëra atij, jo në interesin tim apo në interesin do kujt, vetëm për interesin e fëmijëve. I kam thonë dhe i kam shpjeguar. Te ajo shtëpi nuk i sjell dot fëmijë. Se nuk du të përjetojmë prap dramën. Merr një shtëpi tjetër me qira. Ta paguaj unë qira. E heq unë në shpenzimet e familjes time ose e heq unë. Do më e blej shtëpinë, ta blej unë. Aj sa të ke mundësi. A me kredi, a me çdo gjë, është mundësia ime.
Në qoftë se do, të jap dhe shtëpinë time, thash të re, ja kam dhënë çelësa në dorë, hajde jeto me fëmijët tu, atë rriti. Po jo, thasë, unë të kam vllatu që janë këto gjëra që më thu. Thash, okay, thash vazhdo. Kjo ka qenë gjithë, edhe ke gjykata që kam thonë vetëm këto gjëra, që të lutem vetëm me atë shtëpi, nuk dua, dhe kush më jep besim mua që u të çoj fëmijët aty, pa u mbyll çështja. Pa u mbyllur çështja. Këtu do ndalojmë në pjesën e dytë, Ariel, se do flasim për çështjen se fillimisht janë mbyllur hetimet dhe më pas janë rihapur. Janë rihapur sepse ndoshta ka pista shumë të diskutueshme për vrasjen e motrës tënde natën duke u gdhir 8 prilli 2023-shit. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit dhe shkojmë tek argumenti që mbyllën pjesën e parë. Flasim që fillimisht hetimet, Ariel, janë mbyllur, por janë rihapur përsëri. Pse u mbyllën fillimisht? Me ndjenin tuaj, pastaj do pyes avokatin. Po me ndjenin time për momentin ja lanë si personi që bën krimin vrau veten. Pra, Kunati ekzekutoi kunatën, motrën tuaj dhe më pas u vetë vra. Edhe pse në kronikën e përgatitur nga kryeredaktori i emisionit Me zemër të hapur, thuhet që arma e krimit ishte disa metra larg trupit të autorit. Dhe këtu mbyll, domethënë nuk ka çështje penale sepse autori ka vrarë veten nëse janë bërë hetimet siç duhet. Pse u rihapën dhe me kërkesë të kujt u rihapën? Po kërkesa domethënë e imja për rihapjen prapë. Çfarë ke dyshuar ti? Po janë shumë gjëra që dyshojnë. Si për shembull? E para është një orar që nuk dihet kur është bërë ekzekutimi. Domethënë midis orës 2 të mëngjesit deri në 4 të mëngjesit. Deri në 4 të mëngjesit. Se dikush ka thonë orën 2. Tjetri ka thonë orën 4. Arma e krimit nuk është gjetur në vend. Personi o qëllu me 2 plumba. Po. Një njeri që vetë vritet nuk ka 2 plumba, thua ti. Po? Nuk ekziston, 1 në 1 milion, po e pat fatin ky në 1 milion, okej, po. Okej, po. Pra, hetimet e para nuk ju bindën ju si familje. Është dhe kjo, që unë dyshoj se janë ka tjerë prapë në këtë mes. Brenda familjes apo dhe jashtë familjes? Brenda familjes. Shiko, në atë kohë ka... Se në qoftë se vrasja, realisht, ka ndodhur në orën 2. To dhe në orën 7 mëngjesi kur unë kam marrë lajmin nga televizion, çfarë kanë bërë? Kam fshi provat. Kam pengu hetusit. Që të zbardhet e vërteta. Unë kërkoj të zbardhet e vërteta. Dhe realisht du se kush ka pas gisht në këtë rast. A mund të ma thuash Me zemër të hapur çfarë mendon Ariel, le ta flasim hapur sot apo? Çështja është në hetim dhe nuk mund të flasësh më shumë. Nuk kam qejf flas, desat. Atëre, unë do bëj pyetjet e mia si gazetare, ti pastaj ke të drejtën tënde për të përgjigjur apo jo. Atëre, atë natë në shtëpi ka qenë Kunati, motrës, i cili është edhe autori për flitet, edhe pse arma u gjet nga vendi ku ai është vetë vrarë me 2 plumba, po larg, babai, i cili ka ndruar jetë, babai i familjes, vjerri motrës, vjera, ndërkohë dhëndri ku ka qenë? Dhëndri ka qenë punë. Flitet që ka qenë në punë. Flitet që ka qenë punë. Djali, nipi, 3 vjeçari ka qenë tek ju, në familjen tuaj. Po ta marrë të prendën nga ora 8:30 darkës. Ta kishte dhënë veten ndjera, më duket, me sa mbaj më. Edhe tha që do vi të shtunën, do vi me gocën, se goca është. Mos arriti të. Nuk arriti të. Dhe këtë ritual e kishte çdo fundjavë motra? Çdo fundjavë, po. Çdo fundjavë. E qartë. Ti e dije që Kunati punonte edhe në orët e darkës? Me taksi për të ardhura më të mira? E dije? E dije. Kur kthehej, çfarë kishte thënë ndjera? Kur kthehej në shtëpi? Në çfarë ore? Në orën 6 të mëngjesit. Në orën 6 të mëngjesit kthehej. Zakonisht kishte ditë që kthehej më parë, më pas? Jo, ishte një orar që ishte 6 mbasdite me 6 të mëngjesit. 6 mbasdite me 6 të mëngjesit. E kuptoj. Megjithatë, ti thua që ne kemi dyshimet tona dhe për shkak të këtyre dyshimeve u rihap çështja dhe u rihapën hetimet. Deri në çfarë fazë hetimeve jemi? Tash në pjesa e dytë që është rihap, sapo kanë filluar, kupton, hetimet, jena në hapet e para. Përveç njerëzve dhe pjesëtarëve të asaj familjeje, që përfshin ish vjerin që tani ka vdekur, ish vjerën që jeton dhe është invalide, dhe kjo pjesë besoj se ka luajtur rol edhe në kujdestarinë e fëmijëve që gjyshja është invalide,
babai vazhdon të punoj, apo jo, Dhëndri? Po, vazhdon të punoj. Dhe Dhëndrit ju thoni që të gjithë këta mund të ketë gisht në ekzekutimin e motrës. Jashtë familjes, ke dyshime? Jo, jashtë familjes jo nuk kam. Jashtë familjes jo. Ju e dini, paktën si pas informacioneve që ne kemi në Shkozë, shumë pranë familjes Dhëndrit tuaj, ndodhen edhe fqinj. Dhe kur kryeredaktori e emisionit Në zemër tapur, Anila Akmataj, investigonte në atë kohë, por edhe më pas, se unë familjen tuaj kam ardhur dhe në 1 vjetorin e humbjes së jetës së Migenës, dhe aty kam parë një moment shumë të vështirë, ju të dy nuk keni qenë, ka qenë prezent nëna juaj, bashortja juaj, dhe vajza 18 muajshe në momentin kur i kanë ekzekutuar nënën, ishte në një gjendje jo të mirë emocionale, sa që zonja nuk arriti as na fliste dhe as na priste. Ne jemi futur brenda, kemi qëndruar pothuajse 30 minuta, por ishte një moment shumë i vështirë se jo vetëm si profesioniste, por edhe si nëna dhe si gra nuk mund të menaxhonim dot momentet e vështirë të mbesës tuaj. Dhe këtë e them me profesionalizëm dhe me shumë përgjegjësi. Atëherë, do doja të ndaloja pak tek Dhëndri. Dhëndri punon ende 6 darkës me 6 të mëngjesit? Po, vazhdon akoma po tjetër në rutinë. Që një farë kohë, domethënë që u shput gati 2 vjet. Në momentin që fillon gjykatën, tu e letrën në për gjykatë, filloi punën që gjasë më të justifikoj që jam punë. Prapë edhe në mirë, me çfarë arsyetimi ai si do t'i kujdeset për fëmijët kur 6 mbasdite deri në 6 mëngjesit nuk do jetë? Nëna e tij është invalide? Po. Si do kujdeset? Se di. Shiko, gjykata e shkallës parë? Vetëm për këtë pjesë nuk di çfarë të them. Se edhe gjykata domethënë që ka marrë një vendim të dur, a kupton, nuk ka pa domethënë aspektin që është babai, ky t'i jepet fëmijë këtë. Ai ka pasur kush po punon për këta fëmijë. Kush po kujdeset më shumë për këta fëmijë. Edhe ka marrë një vendim për mendimin tim, jo se ka marrë se jam unë edhe jam unë i gëzuar se ka kaluar, por ka marrë një vendim shumë të plotë. Shiko, vërtet gjykata e shkallës parë ka dhënë një vendim dhe pritet apeli. Por nuk ka dhënë që ju t'i jeni kujdestarët e atyre 2 fëmijëve, por çdo të shtunë babai duhet të qëndrojë 6 orë me ata fëmijë. E ka zbatuar këtë vendim gjykata? Jo, nuk e ka zbatuar. Kur është marrë vendimi gjykatës? Në qershor. Në qershor të 2025-s. Dhe deri në këtë momenti që ne flasim 6 muaj pas, çfarë ka bërë babai? Ka ardhur, i ka takuar? Jo, nuk ka qëndruar 6 orë me fëmijë? Nuk e ardhur t'i takoj, po ka bërë, domethënë që ankimim në gjykatën e apelit, se nuk e pranon vendimin që ka thonë shkalla. Po pse nuk vjen t'i takoj? Të paktën të zbatoj një vendim gjykate. Po se di, mbase ky është domethënë se po ti donte fëmijët. Edhe po të kujdeste për fëmijët, ose ti doj me vërtet ata lloj fëmijë që të kujdeset maj, ti rrisi, ti bëj, ai nuk kishte pse ta bonte kërkesën e apelit, që ata hedhën në apel. Po të ishe falenderues. Mendon vërtet se ai nuk ka atë dashurinë e babait? Mendon se një baba ai tani mund të mos i dojë fëmijët e tij? Se unë se mendoj këtë gjë. Ai këtë gjë tani po e bën vetëm për hakmarrje për inat. Hakmarrje ndaj çfarë? Se u hapën hetimet, se është dikush nga familja tjetër i përfshirë, se vllai i tij nuk ka vrarë veten, më thuaj për çfarë? Jemi me zemër tapur. Po kjo pra është e gjithë. Se nuk e di as vetë. Pra deri në momentin që ishin mbyllur hetimet, marrëdhëniet tuaja ishin mirë. Në momentin që rihapen hetimet për ta zbardhur deri në detaj vrasjen, dhe keni absolutisht të drejtë. Deri në momentin që unë, domethënë ai më bëri dërëncim në polici për kërcënime këtej që shkum në gjykatën. Po kërcënimi ishte i tij, në mos gaboj, sipas rrëfimit tuaj. Po tani më kaloi mua, kupton se ma hodhi mua, sikur e kam kërcënuar atë. Edhe kur kam qenë në gjykatën që mora për urdhër mbrojtje, unë isha me avokatët e mi i përfaqësuar, ai ishte vetëm. Edhe i pa, pse kështu që ka punë atë, më rregull, se vjen unë me avokatët e mi. Ta kanë qenë fjalët e fundit. Edhe mbi të gjitha, shkoi edhe tha, kanosjen sallë gjyqit. Unë sallë gjyqit janë videot, janë kamerat, janë gjitha. Kur u hape, që u bën hetime, që unë pasë më bëgë, kanosjen në sallë gjyqit, çdo gjë u prek nga... Po mirë, kur ai thot kanosjen në sallë të gjyqit, do të thotë që ka shpifur. Dhe kjo gjë u vërtetua nëpërmjet audios së seancave. Nuk u dënua ai për këtë gjë? Edhe unë nuk e dënëncova, ose me i bërë... Edhe shumë gabim ke bërë, Ariel. Kam menu që ka bo gabim... Se shpifja ati zotëris do të vlente ty pastaj edhe tek ajo që ti kërkon, pavarësisht se në këtë vështrimin tim ju duhet kishit rënë në një konsensus. Edhe ai është baba, po edhe ju jeni njerëz të cilët keni të drejtë për ata fëmijë.
Për hatër e tyre 2 fëmijëve nuk i bëra këta gjëra se nuk jam hakmarrës. Shiko, ti the Unë që... dua një t'jem i qetë edhe të vazhdojnë ashtu si që ishim, se kina qenë shumë mirë. Qartë. Vite çdo ditë, hanë të buke, unë iktem 4 Edhe këtë gjë e di, se kam notë. parë me sytë e mi. Se ti ke qenë vetë aty edhe ka qenë prezent. Po, e vërtet kjo. Që u shej tek ju edhe mbas dite shkonte vetëm për një gjumë në shtëpinë e tij. Vinte tek ju, e vërtet. Unë atë që vinte, i folsha tamam sikur ta kisha vlla. Dhe ashtu i ke thënë. Po. Nuk e di çfarë ke bërë kur kam ikur unë, por në ato momente të para ashtu i ke thënë. Unë kam deklaruar në live të ti. Po, e ke deklaruar edhe live. Po tani më këtë sjellje që bëj ai nuk çeka vlla. Nuk pasa konsideru një herë mu si vlla. Pra, rihapja e timeve, po ta pyes për të disa të herë, mendon se ka ndikuar te kujdestaria e fëmijëve? Po. Dhe këtu shtohen akoma edhe më shumë dyshimet që mund të mos jetë kunati që mund të ketë vrarë motrën tënde? Po. Okej, po, ti më thua po. Po kush është personi tjetër, hajde do ta zbulojnë hetimet që nuk e di në çfarë janë, po do ma thot avokati. Gjatë kohës që djali shkonte në kopësht privat, po ashtu edhe vajza, dhe më pas babai e kërkoi të shkonte në një shkollë shtetërore, në momentin që shkonte në privat ju kishit përplasje. Ti i dërgoja, ai vinte dhe kishit provokime deri në urdhramprerje. Po derisa shkoi domethënë edhe për kërcëlimin e Po tani që është në shkollë shtetërore, shkon babai tek djali. Nuk i afrohet fare. Nuk i afrohet, po pse? Fare. Se në shkollë mund të shkonte si tek shkolla private, tek kopshi privat. Po pse? Po shtetërore. Po ka mundësi edhe për ta takuar. Mirë, vendimin e gjykatës nuk e zbaton. Në shkollën shtetërore ka një ligj. Domethënë se pak a shumë ai sa di unë dhe me ai sa kanë folur me drejtoreshën. Në momentin që djali futet në orën 8:10, po, ajo port shkolle mbyllet. Po. Edhe nuk lejohet asnjë njeri të futet mrena. Edhe unë nuk futem dot pa marrë mësimin. Në qoftë vetëm në qoftë se domethënë ka nevojë që të futem, që do më lajmëroj, ose do lajmëroj drejtoreshën ose mësuesen kujdestare, që unë të futem mrena. Kjo pjesë është. Qartë, dhe babai gjatë kësaj kohe nuk ka shkuar. Jo. Në këtë shkollë shtetërore, as edhe një herë. As edhe një sekond. E qartë, zoti Kasem, ke diçka për të mështuar përpara se të flasin profesionistët, ti si babai në Genës? Më ke qëndruar shumë i heshtur, shumë fisnik, siç ke bërë në këto 2 vite e gjysmë që të kam njohur. Ke diçka, ndoshta në një fjalë për ish-dhëndrin, të më tregosh diçka, se dhimbja më e madhe një babai është për mënyrën se si ajo humbi jetën tragjikisht, por mundi dhe stërmundimi i juaj, por edhe i bashortes tuaj, akoma dhe më shumë se sa edhe i Arielit. Për ata 2 fëmijë, çfarë do më ndash një moment, se s'ta kam dëgjuar zërin pothuajse fare. Vetëm një gjë më ka ngel kujtim dhe s'do ta harroj kurrë. Atë natë kam qenë punë dhe kam flisje në telefon. Po. Ka babi si je? Thash mirë, po ju, a jeni mirë. Po goca të flet gjumë. Po çuni, thash sa folëm me mamin në telefon, thash e ka zonë gjumin edhe, po mirë. Thash po ha, ke gjoba? U çfry. Po çe kemi? Po basas më kanë lënë llafë pa më shath. Thash pritet 40 vit, marrë jo, më sajtë edhe sonde, hajde më nesër. E mora vdek. E vërtet, sepse ju kishit edhe një raport të jashtëzakonshëm me vajzën tuaj, ne kemi treguar edhe për mënyrën se si ajo është martuar me babain e fëmijëve të saj, jam pengjet e një prindi, por gjithmonë me synimin e mirë, dhe ti do të rregullosh gabimet që ke bërë me vajzën tënde duke u përkujdesur për nipin edhe për mbesën. Nuk dua të të emocionoj më shumë, sepse e kam edhe amanet, duke ditur edhe gjendjen shumë të rënduar emocionale për shkak të shumë pengjeve që ti ke, dhe ne kemi folur nëpërmjet rrëfimit të Arielit, dhe falenderoj Arielin që në momentet e para që ka ndodhur vrasja. Visi, Eksenën do ta dëgjoj në fund. Do ta dëgjoj në fund sepse dua të flas pak për anën ligjore, si atë penale, si atë civile. E them këtë gjë se çfarëdo që të vendosi gjykata e apelit për kujdestarin, kodi i familjes në 222 një edhe përfaqësimin e gjyshërve në mirëritjen dhe edukimin e fëmijëve. Apo jo? Çfarëdo që të vendosi gjykata e apelit. Fillimisht do doja të dija kush është arsyetimi që ka thënë gjykata e shkallës parë, kush janë minuset e babait që nuk ja ka dhënë, apo është raporti psikologjik që ka influencuar tek gjykata, se nuk po arrit ta kuptoj gjithë të vorbull, qoftë mediatike, qoftë ligjore, qoftë edhe emocionale të gjithë kësaj historie. Ti vetë,
Çfarë do të më thuash për rastin? Shkujtimisht desha të sjellë pak dhe faktin lidhje me Kasimin, domethënë dhe Vjollca, po edhe Arieli normalisht kanë pas një siç shihet edhe normalisht deri tani kanë pas një mundësi për gjithë bashkëpunimin e mundshëm për ta zgjidhur çështjen me bashkëpunim, pa ju drejtu anës ligjore apo gjyqeve apo gjykatave. Në këto kushte janë, domethënë, përballur nga ana tjetër me një person i cili nuk ka arritur të bashkëpunojë, domethënë për interesin më të lartë të fëmijëve. Në këto kushte janë drejtuar dhe gjykatës në lidhje me zgjidhjen e problematikës në lidhje me kujdesarinë e fëmijëve. Gjykata e shkallës parë pa dashur të gjykojmë edhe faktin të cilën vendimi akoma nuk ka marrë frymëprer, siç është trumbetuar edhe në media të tjera, të cilët kanë trumbetuar në lidhje me vendimin i drejtë apo jo i drejtë, ajo i lihet normalisht gjykatës apelit ta vendosë lidhje në një fazë përfundimtare në lidhje me lënien në kujdesari dhe përrritje si dajës gjysheve apo babait, por në këto kushte jemi akoma në fazën të cilën që gjykata e shkallës parë e ka shpjeguar shumë saktë në lidhje me banesën ku ka ndodhur ngjarja. Domethënë banesa ku ka ndodhur ngjarja, vajza e vogël ka qenë prezent. Domethënë në momentin në cilin ka ndodhur ngjarja. Edhe në periudhën e mëvonshme, problematika për të zgjidhur me mjekuptim ka qenë gjithmonë pjesa e shtëpisë në cilën aktualisht jeton ish bashkëshorti i zonjës së zoti Erion Sinali. Në këto kushte ka vlerësuar dhe në bazë të raportit të psikologut ka vlerësuar që vendin në cilën Erion Sinali donte që të rikthente fëmijët ishte një ambient i papërshtatshëm. Dhe normalisht në interesin më të lartë të fëmijëve është zgjedhur që të gjendej një ambient i ri, në cilët Kasimi normalisht e ka diskutuar dhe i ka thënë dhe i ka propozuar si po të gjente një apartament të ri, si me qëra absolutisht të dhëronte dhe shtëpinë e ri që ka bërë, për është në këto kushte është gjetur në kundërshtimin e palës tjetër. Në këto kushte është drejtuar gjykatës dhe gjykata normalisht që kanë lënë në kujdestari nga e hëna deri në të premten gjysheve dhe dajës për rritje, të shtunën dhe të dielën në një orar për 6 orë ja ka lënë në kujdestari babait. Jemi në këto kushte. Pra, pala e babait të fëmijëve dhe pala e gjyshërve kanë dhënë argumentat e tyre të vlerësuar nga gjykata, të vlerësuar nga një psikologe dhe ka prevaluar, ndoshta unë nuk e di a ka luajtur rol raporti psikologjik i psikologës në fjalë, edhe pse ndoshta Komisioni i Etikës në urdhrin e psikologut do vlerësoj edhe raportin psikologjik të saj. Nuk na interesojnë këto gjëra, janë gjërat e brendshme të urdhrit psikologut, edhe se si do vijoj me 2 profesioniste, se janë 2 profesioniste në urdhrin e psikologut Komisioni i Etikës, nuk na intereson kjo gjë. Por, do doja të dija, ti thua që gjykata vendosi që prevalimi i argumentave që kishin sjellë gjyshrit dhe daja ishin më të larta dhe më të bindshme se sa pala e babait, apo jo? Absolutisht. Sepse daja dhe gjyshrit kanë pas një impenjim maksimal ndaj fëmijëve, që në ditën e parë, për edhe pare se të ndodhe ngjarja, kanë pasur një impenjim maksimal ndaj nimpeve të tyre. Po, këtë e kam parë me sytë e mi dhe këtë gjë e dëshmonte edhe babai në atë kohë në studion e emisionit Me zemër të hapur, sepse edhe ai vetë ka dhënë një dëshmi në këtë emision dhe ka thënë për kujdesen maksimale, se këto e kanë pasur edhe përpara se të ekzekutojë ndjera. Më kupton? Por edhe pas ekzekutimit të së ndjerës, këto vazhdonin dhe ai i kishte lënë fëmijët me dëshirën e tij të plot. Por mbas një periudhe kohë ishte e drejta e tij të kërkonte, por nuk gjeti gjuhën e përbashkët dhe filluan në rrugë ligjore. Visi, dua të ndaloj pak këtu. Ka luajtur rol fillimi i procesit penal që babai ta kërkonte këtë gjë? Pra, çfarë ka zbuluar hetimi, ndoshta pa e cënuar atë? Dhe jemi në fazën në cilët në pjesë penale është rikthyer akoma për rihetim. Domethënë nga gjykata e shkallës parë ka vendosur riktimin e akteve, normalisht edhe kryen e hetimeve në disa kushte. Jemi akoma në fazën e hetimit, gjë që e cila ne nuk mund ta themi dhe publikisht apo të cënojmë vendimarrjen e gjykatës apo prokurorisë në një ditë tjetër.
Por ajo që më bën përshtypje është dhe nga komunikimi që kemi pas që fillimisht me zotin Gasim edhe Arielin, është dyshime se si një person mund të vrasë të qëlloj 2 herë veten, do me thënë 1 herë në anën e krahërore dhe 1 herë në anën kokës, dhe të bëjë një vetvrasje. Ne jemi në këtë kushte dhe nga ana jonë është bërë një habi, do me thënë se si mund të ndodhi një vetvrasje ku personi ka qëlluar veten 2 herë në anë. Po në lidhje me largimin e armës që është vetvrarë autori. Çështja është akoma në hetim, normalisht do të zbardhet gjithë, ne jemi drejtuar dhe me kërkesa përkatëse prokurorisë për zbardhjen e gjithë vërtetës, se si ka evaluar ngjarja, si ka ndodhur fazat, se si ka ndodhur dhe si është shtryer kohë hapësirë. Vis, ka, do me thënë, prova të arsyetueshme, prova të mjaftueshme, që mundet të kemi përfshirjen e një personi tjetër, apo? Dhe në këto momente nuk mundet që të thuash asnjë gjë. Që arrim në një konkluzion përfundimtar, përderisa akoma jemi në fazën e hetimit. Do të thënë, momentin që prokuroria brenda 2 muajsh, prokuroria normalisht do të plotësojë gjithë hetimin e nevojshëm e drejtorës së gjykatës, nëse për pushim ose për komunikimin e akuzës e kalimin çështjes. Hera e parë pse u pushua? Mbi çfarë arsyetime? A ishin bërë hetimet mjaftueshme? Argumenti në lidhje me përfundimin e hetimeve, normalisht e dërgimin e çështjes për pushim, ka qenë që ngjarja është zbardhur, është autori i krimit është i ndjeri i familjes Sinani, kunati i viktimës, dhe në këtë kushte janë arritur në përfundimin që nuk kemi të bëjmë me përfshirje të personave të tretë. Jemi në fazën e hetimit, akoma nuk mund të diskutojmë në lidhje me përfundimin e këtyre hetimeve dhe si do jetë. Kur janë mbyllur hetimet, ngjarja ka ndodhur me 8 prill 2023, hetimet kur janë mbyllur nga ana e prokurorisë? Kërkesa për dërgimin e çështjes për pushim në gjykatën shkallës parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë ka qenë vetëm para 2 muaj, 3 muaj mos gaboj nga data e sotme, më pas. Që edhe kjo të lë përshtypje që ndoshta kemi një përshpejtim të mbylljes së atyre hetimeve, ndërkohë që hetimet u rihapon, sepse janë gjitha provat e mjaftueshme dhe të arsyeshme që mund të kenë përfshirjen. Dyshime është deri në këtë moment janë dyshime. Ne jemi në fazën e dyshimeve. Familjarët kanë kundërshtime dhe kanë dyshimet e tyre në lidhje me se si kanë ndodhur. Është marrë zoti Sinani në pyetje babai i fëmijëve? Janë paraqitur në organet e prokurorisë, por është lënë detyrë nga gjykata që sërish duhet paraqitet zoti Kasem për të. Jo Kasem, jo familja Kodra, flas për familjen Sinani, babai i fëmijëve. Janë marrë në pyetje. Është marrë në pyetje. Kemi informacion përderisa është një person tjetër. Mirë, te dyshimet e kësaj rihapjes së çështjes penale, keni të gjitha dyshimet tuaja të mjaftueshme që ndoshta kemi të bëjmë me një tjetër autor ose me përfshirjen e personave të tjerë në ekzekutimin jo vetëm të Migenës, por edhe të kunatit të saj. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, vijojnë diskutimet në fakt edhe për gjatë hapësirës publicitare. Një pyetje të fundit kam për ty, Visi, rihapja e këtyre hetimeve vlen edhe në procesin administrativ për sa i përket në procesin civil. Dua të them për kujdestarinë atyre fëmijëve, se në qoftë se hetimet zbulojnë diçka në lidhje me babain apo me persona të tjerë të familjes, çfarë ndodh me kujdestarinë? Në qoftë se mundet që gjykata e apelit t'ja japi babait, siç edhe po kërkohet, siç është edhe logjike, por që ligjore kanë fituar këta zotrinë këtu. Atëherë, pikë pari është në mirë të gjithë palëve që të zbardhet e vërteta, normalisht për që të ketë një qetësi shpirtërore si nga ana e familjarëve të viktimës, por ashtu edhe nga pala tjetër. Në këto kushte ne lusim që një periudhë të përshpejtuar të zbardhet sa më parë se si ka ndodhur dinamikat e ngjarjes dhe si ka ndodhur ngjarja. Normalisht do ketë ndikimin në lidhje, ajo varet nga
pjesa e zbardhjes dhe çfarë ndikimi kanë pasur personat tjerë, por nëse janë persona të cilët janë pjesë dhe gjykimit civil, normalisht do ketë një ndikim negativ. Po jemi akoma në fazën që duhet të shikojmë, domethënë, ta lëmë prokurorin të bëj gjithë hetimin e duhur në detyrat të cilat i ka caktuar gjykata e shkallës parë dhe më pas do kemi dhe një vendim përfundimtar në lidhje me çështjen. Dakord, por edhe një herë do doja të dija dhe të këmbgulja. Në qoftë se hetimet zbardhin diçka ndryshe nga hetimi i parë, çfarë ndodh me kujdestarinë atyre fëmijëve, sido që të shkojnë në gjykatën e apelit? Normalisht në qoftë se do ketë të dhëna, të cilët mund ndikojnë drejt për drejt si në atësinë e fëmijë në gjithë dinamikën e ngjarjes, normalisht mund ndikojnë negativisht në lidhje me Pra, në rastin konkret, në qoftë se do ishte një mirëkuptim i të dyja palëve, a nuk do ishte më mirë të prisnim të mbaronte zbardhja e dinamikës së ngjarjes dhe të vrasjes dhe të mos përshpejtohej kujdestaria atyre fëmijëve, apo të ishte kërkuar më përpara, nëse zoti Sinani do të ishte shumë i qartë se çfarë ka ndodhur atë natë dhe nuk dyshonte absolutisht, nuk e dia ka folur me Arielin apo edhe me zotin Kasem në lidhje me dyshimet e tij. Ai ka qenë i qartë se çfarë ka ndodhur atë natë? Qoftë edhe në mbylljen e hetimeve, qoftë në fajsinë të vllait, ka qenë i qartë ai Ariel? Apo dyshon edhe ai bashkë me ju? Apo nuk do të flasësh? Nuk do të flasësh. Më mirë. Jo, tani po kuptojmë që gjykata duhet të pritej për kujdestarinë e fëmijëve, se çfarë do ndodhi nëse zbardhen dinamika të tjera, prapë këmbgul këtu. Kjo pjesë do jetë pjesë e procesit, normalisht nëse do kemi një dhënë. Se s'është e mirë për ata fëmijë njëherë shkojnë ke babai dhe pastaj nëse kemi përfshirje të pjesëtarëve të familjes të rikthehen prapë tek gjyshi. Duhet të theksuar se këto kanë qenë disa nga arsyet të cilët vendimi i gjykatës shkallës parë ka qenë në favor të... Pra, dhe hapja e hetimeve ka qenë, se duhet t'ja themi pra shikuesit, t'jemi transparent në zemër të hapur që edhe procesi ligjor në prokurori hapja e hetimeve ka luajtur rol në mosmarrjen e kujdestarisë atyre fëmijëve. Një ndër arsye normalisht ka qenë të cilët mund të kenë ndikuar dhe në dhënien. Pa arsyet e tjera që i ka humbur zoti Sinani kujdestarinë atyre fëmijëve? Një dhe arsyet kryesore ka qenë banesa e cila nëse fëmijët do të riktheheshin në të njëjtën banesë, normalisht do të riktheheshin në të njëjtën trauma të cilën kanë pasur ditën e të cilën kanë ndodhur ngjarja. Normalisht është zgjedhur gjithë aftësia të cilët ka për të kujdesur për fëmijët, pasi kemi të bëjmë me ndarjen dhe dy gjyshe të cilët kanë mundësinë edhe fizikisht normalisht edhe monetarisht që të mbështesin. Po puna e babait nga ora 6 e mbasdites deri në 6 të mëngjesit dhe që nuk është kaqor në familje? Është vlerësimi i gjykatës i cili ka vendosur, ka arritur. Kush do t'i mbante? Gjyshja me aftësitë kufizuara? Absolutisht duhet të ketë duhet krijojë një strukturë lidhje sepse kemi të bëjmë me fëmijë që janë 2 vjeç, domethënë dhe 6 vjeç. Domethënë janë një moshë tepër delikate, të cilët kanë një nevojë për një përkujdesje 24/7. Nuk kemi të bëjmë me një person të rritur, i cili është 18 vjeç, e ka arritur një moshë, edhe normalisht këto kemi të bëjmë me fëmijë të cilët janë një moshë tepër delikate dhe interesi më i lartë i fëmijës është përkujdesja maksimale. Bëre një përllogaritje jo të saktë në fakt kur the 6 vjeç edhe 2 vjeç, por 18 muajsh ka qenë vajza përpara 2 vite e gjysmë, sepse pash që Eksena mbante shënimet. Gjithsesi, si është për tek gjykata e apelit? Do vazhdohet me të njëjtin ritëm, mendoni se do qëndrojmë në të njëjtat pozita apo edhe presioni mediatik mund të luajë ndonjë ekuilibër? Unë mendoj se gjykata nuk mund të synohet nga asnjë lloj presioni si të brendshëm apo të jashtëm. Normalisht gjykata Po profesionalizmi i të dyja psikologëve, shumë të nderuara të dyja? Jo vetëm të dyja psikologëve të nderuar të cilët ushtrojnë profesionin e tyre, po gjithë profesionistët në Republikën e Shqipërisë, si nga ana e avokatisë, si nga ana e psikologjisë, kemi persona të cilët e bëjnë punën me dinjitet. Dhe askush nuk mund të përballet
nuk mund të përbaltet në detyrën të cilën bën, sepse ka ndodhur diku një ngjarje apo një person dyshon për diçka. Dhe me që kemi psikologë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, jo për të folur për dy koleget tuaja të nderuar apo për raportin psikologjik të njërës apo vlerësimin e tjetrës duke parë raportin e një tjetër kolege, të dyja tashmë janë përballë urdhrit të psikologut në komisionin e etikës, le ta vlerësoj komisionin, ne nuk kemi punë absolutisht, por me kaq sa ke dëgjuar dhe ke qenë pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe e di shumë mirë se kush është ngjarja dhe çfarë dëgjove sot. Kush është vlerësimi yt mbi këtë ngjarje? Sigurisht, kur analizojmë çështje të kësaj natyre, respektojmë gjithmonë profesionistin që njeh ngjarjen plotësisht dhe di detaje dhe arsyet të ngjarjes. Sigurisht janë 2-3 elemente që duhen theksuar në raport me eksperiencën traumatike të fëmijës. Diskutimi nëse fëmia mban mend apo jo është një element me rëndësi, por duhet theksuar që çdo eksperiencë edhe fizike e fëmijës regjistrohet në psikikën e tij. Që do të thotë ajo nuk humbet, por varet si ajo sistemohet në psikikën e fëmijës. Dhe nëse e mban mend apo jo, dhe të ngecemi te ky arsyetim nuk na shërben për ta ndihmuar fëmijën. E gjithë kjo eksperiencë na vlen për të arsyetuar sa pa një vlerësim real të aftësisë si njerëzve për të kujdesur për fëmijën dhe për të shkuar në interesin më të lartë. Sepse shohim që më shumë të rriturit shkarkojnë zemërimin, inatin apo akmarrjen, siç tha me drejt Daja, se sa interesin. Pra nëse këta fëmijë ka një kujdes maksimal, pra në një vit e pak, pra Daja, gjyshrit janë kujdesur në interesin më të lartë, dhe nuk kanë shkarkuar asnjë lloj emocion negativ ndaj familjes. Me miratimin e babait të fëmijës. Patjetër. Për te kësaj, po nuk kanë shkarkuar asnjë lloj emocioni personal të tyre në raport me mbajtjen apo jo të fëmijës. Pra, jo vetëm ngjarja në vetvete që është e rëndë për fëmijën dhe sigurisht me rritjen do të shohim se çfarë dëmi i madh psikologjik është bërë në këtë fëmijë. Dhe nuk duhet të ngecemi në faktin që ka kujtes apo jo. Ajo eksperiencë është regjistruar në psikikën e fëmijës, do të bëjë dëmin e vet, dhe sigurisht mënyra se si do e kujtoj apo jo, do risjelli individi kur rritet, kjo është një çështje tjetër. Ke dyshime Eksena që mund ta kujtoj? Se ne kemi fakte të cilat po i kursejmë sot, që fëmia i kujton. Nuk bazohem te arsyetimi i kujtesës, se sa si eksperiencë ajo është, pra duke njohur dhe në aq pak mundësi në raportin e emisionit, duke njohur disa detaje, kuptoj që kjo eksperiencë është regjistruar në psikikën e fëmijës. Sigurisht regjistrohet me vështirësi, sepse fëmia nuk njeh të gjithë konceptin pra të vdekjes dhe shumë procese të tjera për njeriu për ta përtypur, pra është e vështirë për ne si njerëz të rritur për ta procesuar këtë si eksperiencë, jo një fëmijë që nuk e ka kapacitetin e duhur për ta sistemuar këtë eksperiencë në mënyrë më të lehtë të mundshme. Dua ndaloj në një tjetër element. Flitet për familjen Sinani, për babain e familjes, për ish Vjerin e Migenës, edhe për kunatin, të cilët të vuanin nga problemet të shëndetit mendor, por Vjera ka të tjera probleme shëndetësore dhe është invalide. Sa i përjashtuar është babai këtyre fëmijëve, pikërisht nga prekja e problemeve të shëndetit mendor që me sa duket në familjen Sinani kanë qenë prezent? Nga përshkrimi i kujdesshëm i Dajës, pra nga pamundësia e babait për të kujdesur për të dy fëmijët. Jo, ai përjashton kujdeset për djalin, por përjashton vajzën. Po, pra, nga dëshmitë një do t'i marrim me rezerva dëshmitë e tyre. Patjetër. Po në aq pak mundësi, pra, kjo na krijon idenë që babai mund të ketë një lloj vështirësie për arsye të ndryshme, pra mund të jenë arsye të shëndetit mendor apo të traumës apo një elementi tjetër, këtë nuk e themi do të me siguri, por me pak elemente nga sa u tregua në rrëfim, për të thotë që babai ka patur një vështirësi, u ka besuar fëmijët Dajës dhe gjyshërve, do të thotë që ai e ka patur të vështirë për të kujdesur për të dy fëmijët. Se nga buron kjo lloj vështirësie, sigurisht që kërkon një analizë edhe një
hetim më të thellë në raport me çështjen e shëndetit mendor. Pra kjo lloj vështirësie mund të jetë një tregues, por nuk e themi dot se çfarë lloj vështirësie, pra është specifike. Shiko, alternativat të familjes Kodra pas kanë qenë të shumt, një pagesë banese me qira, blerje një banese, ofrimi i banesës së Arielit, të cilën e disponon për të jetuar së bashku babai dhe fëmijët, dhe ai gjithmonë i refuzon për të kërkuar fëmijët të jetojnë pikërisht në atë vend që ka ndodhur ngjarje. Pse? Pse ky refuzim? Të kuptojmë që Daja kërkon të tregohet sa më i logjikshëm dhe i arsyeshëm për traumën e fëmijëve. Pra nuk dëshiron ti lë mundësi fëmijëve të kthehen në një ambient që mund t'i reaktivizojnë traumën. Dhe kjo sigurisht është me rëndësi. Ndërkohë, në krahun tjetër nuk mbështetet ky lloj arsyetimi që është në interesin më të lartë të fëmijës, por duket që më shumë është çështje inati dhe zemërimi, nga reagimi ndoshta i Dajës me dëshirën dhe mundin e madh për t'i mbrojtur fëmijët në interesin e tyre, dhe duket sikur nga ana e babait është thjesht një reagim zemërues dhe jo një reagim që shkon përtej zemërimit personal, po në interesin e fëmijës. Pra, ne themi shpesh që çdo individ, edhe fëmijë qoftë ai, që kthehet në vendin e traumës, aty ka mundësi për të zhvilluar çdo lloj vështirësie me natyrë psikologjike. Eksena, do doja të dija diçka edhe nga ty. Në këndvështrim për qenë transparente edhe me zotin Sinani, se do të ndjeki këtë emision, nëse nuk po e ndjek në transmetim live, dhe ka qenë pjesë e emisionit me zemër të hapur, ndoshta dhe audienca pyet, a nuk është më mirë që fëmijët jetojnë me babain dhe jo me dy gjyshrit edhe me Dajën? Kush është interesi më i lartë i këtyre fëmijëve? Sigurisht, edhe kontekstin ligjor, ne themi që babai është më i rëndësishmi. Por duhet shtojmë dhe një element tjetër, që vlerësimi i aftësisë për të kujdesur për fëmijët. Ky është një element shumë i rëndësishëm, pra a duhet të ndodhi një vlerësim sa të mundur e ka babai për të kujdesur, pra a është i aftë që përtej inatit zemërimit personal të mendojmë interesin më të lartë të fëmijës, pra nëse diskutojmë për një Dajë që dëshiron që të kenë një arsimim të mirë dhe një reagim kundra që thotë më mirë këtu se mendoj unë në bazë të interesit tim personal, kjo nuk vlen për fëmijën. Po pse nuk e shkon në takon djalin, pikërisht në një shkollë shtetërore? Aty deshi babai dhe shumë mirë aty i kanë regjistruar fëmijët, nuk deshi privat, nuk deshte, edhe pse mbas mësimit familja Kodra paguan edhe për qëndrimin e djalit. Në ambientin e shkollës dy momente ke rëndësi, ose ti e çon fëmijën, sepse gjatë kohës që është në shkollë nuk ka më hapësirë që babai të kryej funksionin e tij, ose e çon ose e merr. Pra ky është procesi të cilën prindi luan në rolin e tij. Nëse ai në një nga këto momente mungon apo ka arsye e ti, kjo është një çështje për tu parë, por në shkollë nuk është mundësia, vetëm këto dy momente. Se që nuk do të përplaset me Arielin, ai është përplasur me Arielin në kopshtin privat ose në shkollën private. Tani që fëmia është në shkollën shtetërore, siç ka dëshiruar babai, tani nuk shkon e takon. Kur vendos gjykata e shkallës së parë, nga qershori edhe deri në momentet që flasim në këto 6 muaj, që çdo fundjavë të shtunë të diel do t'i mbajë 6 orë, ai nuk shkon për të takuar fëmijët dhe nuk e zbaton as vendimin e gjykatës, por as rolin e tij si baba, çfarë do të thotë? Pa duket që ka marrë më shumë vendime thjesht për të kundërshtuar vendimet që merr Daja, se sa vendime që bazohen në interesin e fëmijës. Nëse ka zgjedhur Daja për arsye më të mira të çojë në arsimin privat dhe babai e ka kundërshtuar në shtetëror, pra për arsye thjesht kundërshtie dhe ndodh që ai nuk shkon, do të thotë që ka qenë më shumë një reagim zemërues se sa i bazuar në të mirën e formimit të fëmijës. Pra kjo është ajo çfarë mund të dalë nga në qoftë se banesa e zotit Sinani, sipas pretendimeve të zotit Sinani, që ka bërë një rekonstruksion dhe nuk është më çdo gjë si momenti kur është vrarë e ndjera dhe fëmijët duhet të rikthehen se nuk do mbajnë mend asgjë, thjesht ideja që po futen atë shtëpi. Çfarë do të thotë për ata fëmijë? Prandaj duke përjashtuar djalin, në flas për vajzën e asaj kohe 18 muajshe. Që është një eksperiencë që fëmia e ka regjistruar në psikikën e tij ashtu si ai e ka regjistruar.
dhe nuk mendon do të një i rritur siç mund të mendoj një fëmijë. Pra ndoshta ajo mund të ketë fiksuar derën disa elemente të tjera që mund të jenë ende prezent. Pra kur regjistrohet një traumë, një ngjarje e rëndë psikike, sigurisht gjithë secili ka mënyrën e vetë se si e regjistron në psikikën e tij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që fëmia pra aq kohë sa është në zhvillim e sipër, të mos ketë mundësi të riaktivizohet trauma dhe sidomos me reagimet e të rriturve që janë më shumë zemruese se sa në interesin e fëmijëve. Fëmijët tani kanë nevojë që kjo traumë të mos zmadhohet, të mos ketë interpretime dhe zemrime të rriturve që fëmijën ta bëjë që kjo traumë... Kjo vlen për të dyja palët, besoj. Patjetër. Pra, nëse pretendojnë palët e rritura që po e ndihmojnë fëmijën, çdo reagim i tyre, i drejt për drejt dhe jo drejt për drejt, ndikojnë që kjo traumë të mbetet aktive dhe të lërë pasoja edhe më të vështira për fëmijën. Eksena edhe një pyetje të fundit se më duhet ta mbyll. Mos prezenca e babait gjatë gjithë kësaj kohe. Sa kohë u bë Ariel që babai nuk komunikon dhe nuk flet me fëmijët? Një vit e pak. Sa? Një vit e pak. Një vit e pak. Çfarë do të thotë për ata fëmijë? Fëmijët kur janë në rritje, mungesa e figurës prindërore sigurisht që krijon vështirësi të mëdha, krijon mundësi që psikika apo krizat natyrave të ndryshme të marrin zhvillim dhe babai është e rëndësishme të qëndrojë në bashkëpunim me Darjen sepse fëmia ka nevojë për figura sa më shumë mbështetëse dhe jo për figura armike në këtë moment të zhvillimit. Faleminderit të dyve për prezencën në këtë studio. Ariel, një vit e ca që zoti Sinani nuk ka komunikuar apo nuk i ka takuar fëmijët e tij. Nuk i ka takuar. Ju keni bërë përpjekje që ai? Kjo zgjedhje, domethënë që është bërë, nuk ka qenë për mua, se unë kurrë nuk kam dash edhe kam edhe mesazhe që pak a shumë i kena folë edhe bashkë përpara që i kam thonë, hajde takoj fëmijët se kur është era fundit që ti vetë i ke shkruar dhe ai ka refuzuar? Para se të ndodhte kjo që i çoi babit, që më çoi mua për urdhrin e mbrojtjes. Sa më pas mbas urdhrit të mbrojtjes ti s'ke komunikim. Jo, s'kam komunikuar. Po babi? Zoti ka sen ti vetë? Fare, as ai nuk vjen interesohet, as me zemër të hapur, fëmijët e kërkojnë, çfarë i thonë? Jo, s'e kanë kërkuar. Nuk e kanë kërkuar. Jo, me fol realen dhe fol drejtën, nuk e kanë kërkuar. Kupton, nuk e kanë kërkuar. As djali. Një herë ka qenë te kopshti, te kopshti e ka pa vajza, i ka thonë du gjyshi, nuk do dal jashtë. Kupton? Kuptova. Ai ka kriju vetës të gjëra, të problematikat. Nuk kam dashur kur të vi as tu në emision, as të shkoj në për gjykata, as gjë, por kam dash vetëm bashkëpunimin. Ai po bashkëpunimin tim dhe të mirën tim ai nuk e do. Qartë. Ashtu e kam menduar, ashtu të veproj. Faleminderit Ariel, faleminderit zoti Kasem, ke diçka të fundit zoti Kasem për t'i thënë ish dhëndrit tënd? Çfarë do t'i thoje babait të fëmijëve? Ke një mesazh? Çfarë të them? Në lidhje me fëmijët, për të ardhur për t'i takuar, duhet këtë frika ai? Është i hapur. Është i hapur. Është i hapur. Po. Për atë kam vetëm diçka të them. Të lutem mos më pengo me edukimin e fëmijëve. Vetëm këtë i kërkoj. Pra, ti do të marrësh pjesë si daj në edukimin e fëmijëve. Vetëm mos më pengo në pjesën e mësimit dhe edukimit të fëmijëve. Qartë. Për gjëra tjera, mësaj, unë këtu jam. Gjithmonë kam dash bashkëpunim. Ja kam thonë dhe në gjykat, nuk du të vi këtu. Vjen mirë për mesazhin e dhënë. Faleminderit Ariel. Zoti Kasem është i hapur, mund të vi. I hapur, ka qenë kudoherë, po veti ka bërë këto gjëra. Nëse ai e dëgjon këtë emision dhe merr mesazhin e Arielit edhe tëndin. Edhe vjen troket në derë. Çfarë ndodh? Derën e ka hapur, po viti takojmë. Sikur s'ka ndodhur asgjë. Asgjë. Okej, ju falenderoj të dyve për mesazhet edhe për një rrëfim tepër tronditës, por edhe shumë qytetar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për ditën e sotme. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.